do të bllokojmë rrugën dërsa të vdesim. U bë disa ta herë që ju vini. Po, kalamajt e shkollës këtu nuk kanë ku kalojnë. As ke kopshte, as në shtëpi, as kërkunin botë. I parlejmërëm që kena për ta bllokuar në ratë natën. Blloku rruga dhe për këtë arsye ditën e sotme banorët e Luzit kanë vendosur të nënshkruajnë një peticion. Është një peticion i cili është punuar nga avokat dhe inxhinier rrugësh. Baza ligjore e tij është Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Konventa Evropiane për Drejtat e Njerëzit, legjislacioni shqiptar, Eurokodi, direktivat e 2008-s, po ashtu edhe shumë konventa tjera. Kemi marrë vesh që kjo rrugë është rrugë e tipit D. Dhe pa diskutim ne kërkojmë menjëherë paktën 4 gjëra. Së pari, kjo rrugë nuk është projektuar për një fluks industrial prej 2000 trailerësh në ditë, sa që kalojnë këtu, sepse i gjithë ndërtimi i Shqipërisë kalon në këtë rrugë dhe banorët e kësaj zone e vujnë. Së dyti, struktura aktuale nuk përputhet me kërkesat teknike për këtë nivel ngarkese. Së treti, vazhdimi i këtij përdorimi krijon rrezik të drejtë për drejtë për jetën, shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve. Djathtë Tasmeja shkolla, këtu kalojnë fëmijë çdo ditë. Çdo zgjidhje që nuk adreson mospërputhjen strukturore thelbësore përbën zgjidhje të përkohshme teknikisht të papranueshme. Pra, ky është një peticion qytetar që do firmoset nga banorët e Luzit dhe do dërgohet në ARSH për kthim përgjigje zyrtare në raport se çfarë do ndodh me rrugën. Së pari, kush e ka në varësi, së dyti, kur do shtrohet, dhe së treti, si do shtrohet, se është shumë e rëndësishme që asfalti të jetë mbi 25 cm, që kamionat që presupozohet kalojnë, që nuk lejohen të kalojnë, por së pari ne kërkojmë shtrimin e rrugës, të kuptojmë se çfarë peshe do kemë dhe çfarë dëmi do sjellin këtë rrugë. Protestat do vazhdojnë derisa të marrin një përgjigje. Nuk e di, a ekziston ky shtetar, nuk ekziston. Se kuptoj, se marrë vesh. Kam kërkesën për këtë rrugën, kina bërë disa herë ankesë për me shtru, këta nuk pysin fare. Këta në kalon mazdore. Se që halli kanë këta nuk di gjo. Ne do në të rrugat të rregullohet si kur ka qenë ma për para. Ose do blokon kamionët. Si kamionët këtë gurëhore të vinë për laqit, dëm kruj kalon që tu kamionët. Kurse rruga së ashtu fare. Ashtë fabrikët tullëve, dy fabrikët që qementës kalon që tu. Asë i reagimi nuk bëhet. Se ka që bënd nuk di gjo as bashkia, as Adam Tiranë. Tum rrugë, u ka bo rruga për çut zotit. Nuk, ai ke pa makinat.